Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit. E falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave. Paqja, mëshira, begati dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi të dashurin e tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E lutim Zotin xhalla xhelaluhu me duan dhe me lutjen që është lutur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe që na ka mësuar neve të lutemi me atë lutje duke thënë: O Allah, unë të lutem ty o Zoti im me të gjithë emrat që ti ke, me emrat e tu të bukur që ti i ke zbritur në librin tënd, ose e ke mësuar ndonjërit për krijesave të tua, ose i ke fshehur në dijen tënde të fshehtë dhe nuk i din askush tjetër përveç teje, që ta bësh Kur'anin famëlart o Zoti im pranver dhe qetësit zemrës time, zemrave tona. Lutem Allahun që të jetë Kur'ani famëlart, qetësuesi ynë, shëruesi ynë, udhëheqësi dhe orientuesi ynë për te Allahu dhe për te xhenetet e tij. Lutem Allahun xhalla xhelaluhu që imanin, besimin ta ngulit thellë në zemrat tona, ashtu siç e lutim të madhin Zot që më të zbukuroj fjalët dhe veprat tona dhe moralet tona. Lutim Allahun që të jetë xheneti gjëja më e shtrenjtë dhe më e shenjtë për ne. Siç e lutim Allahun që të na jap sukses që të themi fjalë dhe të bëjmë vepra që na ofrojnë për në xhenet e na çojnë për në xhenet. Lutim Allahun që ta bëj zjarrin e xhehenemit gjën më të urryer për ne. Siç e lutim Zotin që të na japi sukses, që të na mbrojë dhe të na ruaj që mos themi fjalë as mos bëjmë vepra që na çojnë drejt zjarrit të xhehenemit. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu me që jemi duke medituar në disa prej emrave të Allahut xhalla xhelaluhu, që jemi ditën e gjykimit në hijen e arshit Allahut, atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përveç hijet Allahut. Lutem Allahun xhalla xhelaluhu që siç jemi në këtë vend, pavarësisht se jemi në vend të largëta të rruzullit toksor, por se jemi afër në adhurimin, në bindje ndaj Zotit xhalla xhelaluhu. Lutem Allahun xhalla xhelaluhu që të na përfshijë thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Majtama qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allahi aw yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika wa dhakarahum Allahu fi man 'indah." Lutem Allahun xhalla xhelaluhu që të jemi për këtyre njerëzve, për cilët ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: sa herë që një grup njerëzish mlidhen në një shtëpi për shtëpiave të Zotit xhalla xhelaluhu për të lexuar ajetet e Kur'anit ose për të medituar rreth tyre, vetëm se të ata do të zbresë qetësi shpirtërore nga Allahu, vetëm se të gjithë ata do t'i mbulojë mëshira e Allahut, me lajket e Zotit xhalla xhelaluhu do t'i rrethojnë me krahët dhe me flatrat e tyre. Ajo që është më e bukur dhe më e rëndësishmja, Allahu do t'i përmend atij ku është ai. Allahu na bëft për këtyre njerëzve. Përpara se të fillojmë mësimin, desha që të bëjmë një dua për shejkhun. Allahu e mëshiroft Sheikh Abdul Qadrin, Allahu e mëshiroft dhe e pasfal e boft varrin kopsh për kopsh të xhenetit. Lutem Allahun xhalla xhelaluhu që të jetë pararend si ynë xhenetet e larta të Zotit xhalla xhelaluhu. Allahu e mëshiroft dhe me dietarët e tjerë të Islamit në xhenetet më të larta të Zotit xhalla xhelaluhu na bashkoft. Dhe Allah i shpërblet vëllezërit të cilët vendosin kaseta dhe ligjërata të tilla se të gjithë muslimanët përfitojnë, sidomos kur gjën prej ulemave të këtij ummeti, siç ka qenë shefu i nderuar Sheikh Abdul Qadir Arnauti. Allahu mëshiroft dhe në xhenetet më të larta të Zotit me të na bashkoft. Do të vazhdojmë inshallah taala që ndrojmë në hijen e disa për emrave të Allahut xhalla xhelaluhu, duke lutur Zotin xhalla xhelaluhu që të na përfshijë. Hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-janna. Allahu i lat madhëruar ka 99 emra. Kush i lutet Zotit kush i mëson
dhe kush I vën në jetë këto emra do të jetë për banorëve të xhenetit. Dhe ne folëm në mësimin e kaluar se cili është qëllimi nga thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu I lartë madhëruar ka 99 emra dhe folëm gjithashtu se cili është qëllimi në thënien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush I mëson, kush I praktikon, për vërtetuar inshallah taala me këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me këto ajete të Kuranit, të cilat neve na njohin me Allahun xhalla xhelaluhu, na njohin më nga afër me Allahun xhalla xhelaluhu. E sa më afër timi me Zotin, sa më pranë timi me Allahun xhalla xhelaluhu, sa më shumë të njohim emrat dhe cilësitë e Allahut, pa dyshimin më të vogël, aq më larg do të jemi dhe nga bota e mëkateve, aq më larg do të jemi nga bota e gjunaheve, aq më pranë do të jemi Zotit xhalla xhelaluhu, aq më të dashur do të jemi te Allahu xhalla xhelaluhu, sepse pa dyshimin më të vogël e kemi thënë dhe përsërisim, nuk ka mëkat dhe gjunah që del prej nesh vetëm se shkaku I saj është mosnjohja ashtu siç duhet e Allahut xhalla xhelaluhu. Lutem Allahun me I falë gjinohet e të na bojë për atyre që e njohin Allahun xhalla xhelaluhu ashtu siç zakon Allahut me e njoh. E këto janë inshallah taala disa derse, disa mësime ku ne do të flasim për emrat e Allahut, për cilësitë e Tij, që ta dim se me kë Zot kemi të bëjmë, ta dim se kush është Zoti që ne adhurojmë, e si pasojë inshallah helbete do të ndryshojë jeta jon, do të ndryshojë adhurimi jon, do të ndryshojë sjellja dhe morali im. Allahu është I plot fuqishëm dhe ai na ka në dorë. Lutem Allahun xhalla xhelaluhu që t'i japi zemrave tona dhe shpirtrave tonë devotshmërinë që ju takon dhe që ju duhet. Kështu vëllezër inshallah taala, emri me cilin do të qëndrojmë për disa çaste sot inshallah taala është një emër I madh për emrave të Zotit xhalla xhelaluhu, pikërisht emri I Allahut El Ilah. Por Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, El Ilahu huwa al ma'luhu al ma'budu kullu ma'budin ladun arshihi ila qarari ardhihi batilun. Por Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, El Ilah do me thënë I adhuruari, dhe çdo I adhuruar nga arshi I Allahut deri në qendrën e tokës konsiderohet I pavlefshëm, konsiderohet I pavlerë. Ai është I adhuruari I vërtet, dhe sa askush tjetër përveç Tij nuk meriton adhurimin, dhe nuk ka pse ta meritoj adhurimin dikush tjetër përveç atij, për vetë faktin se ai është ai I cili krijon dhe askush tjetër përveç Tij. Ai është ai I cili furnizon dhe askush tjetër përveç Tij. Ai është ai I cili në dorën e Tij ndodhet gjithçka dhe askush tjetër përveç Tij. Atëherë çfarë kuptimi do të kishte që të adhurohej apo të falënderohej dikush që nuk furnizon, dikush që nuk krijon, dikush që në dorën e Tij nuk është asgjë, dikush që nuk është gjë tjetër vetëm se emër në mendjet dhe logjikat e njerëzve. Si thot Zoti xhalla xhelaluhu në Kur'an, për zotat që adhurohen përveç Allahut, për idhujt dhe putat që adhurohen përveç Allahut, u I madhi Zot jep një shembull, u thot: Ja ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Dhe në fund ajeteve, o ju njerëz, Allahu për ju ka dhënë një shembull, dhe dëgjojeni atë shembull me vëmendje. Ato që ju lutni përveç Allahu xhalla xhelaluhu nuk kanë mundësinë asnjë miz. Edhe nëse do të ishin të gjithë bashkë, madje nëse miza atyre do të merrte diçka, ata nuk do të mund ta merrshin dhe ta kthenin më prej saj. Da'un fa talib wal matlub, I dobët I kërkuari dhe I dobët kërkuesi.